Labi nuk përmbahet dhe vendos të nxjerrë sekretin më të madh të Benitës, duke u përballur me të përballë gjithë banorëve. Ai tregon se Benita ka pasur një lidhje të veçantë me një deputet të Kosovës, duke i bërë të gjithë të shokuar nga kjo rrëfim i papritur. Labi shton se kjo tregon shumë për karakterin e Benitës dhe për mënyrën se si ajo vepron, duke e përshkruar atë si një vajzë të keqe dhe të pandershme. Ai sqaron se Benita nuk ka turp dhe nuk heziton të bëjë gjëra që të tjerët mund t'i konsiderojnë të papranueshme, duke theksuar se ky sekret nuk është thjesht një histori e zakonshme, por një dëshmi e sjelljes së saj jashtë pritshmërive të zakonshme. Labi thekson se kjo nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën, por gjithashtu tregon se si Benita mund të sillet në situata të tjera dhe pse disa banorë e konsiderojnë atë problematike brenda shtëpisë. Gjatë diskutimit, Labi nuk i kursen fjalët dhe shpjegon me detaje pse kjo tregon se Benita është një person që nuk mund të besohet lehtë dhe se veprimet e saj shpesh ndikojnë tek të tjerët, duke krijuar tension dhe mosbesim mes banorëve. Ai përmend se kjo gjë tregon qartë natyrën e saj dhe se ajo mund të ketë një ndikim të keq mbi ata që e rrethojnë, duke lënë të kuptohet se sjellja e saj nuk është e përshtatshme dhe se ajo nuk është e sinqertë me asnjërin. Në fund, Labi përmbyll rrëfimin e tij duke thënë se secili duhet të jetë i kujdesshëm me Benitën dhe të mos e marrë lehtë, sepse ajo ka një histori që tregon se mund të sillet në mënyra të papritura dhe të gënjejë për të arritur qëllimet e saj, duke e bërë atë një nga banorët më të diskutueshme brenda Big Brother. Eliona bisedon gjatë me Benitën dhe duket shumë e qetë, por edhe e vendosur në fjalët e saj. Ajo i thot Benitës se nuk e kupton pse ajo e ka ofenduar dhe pse ka dashur ta përçmojë pa asnjë arsye reale. Eliona shprehet se nuk është vajzë e keqe dhe se nuk ka bërë asgjë për të merituar ofendimet e saj. Ajo i kërkon Benitës të ndalojë me këto qëndrime negative dhe të mos i sjellë më të këqijat, duke i thënë se nuk ka nevojë për konflikte pa kuptim brenda shtëpisë. Eliona i shpjegon se çdo fjalë e dhunshme dhe çdo akuzë që Benita i ka drejtuar nuk i ka bërë asgjë të mirë, përkundrazi ka krijuar tension dhe keqkuptime mes tyre. Ajo i thot Benitës se është e rëndësishme të kuptohet që fjalët kanë peshë dhe se nuk duhet të flasësh për të tjerët vetëm për të dukur më e fortë ose për të bërë spektakël para banorëve të tjerë. Gjatë bisedës, Eliona i shpreh Benitës se ajo është e hapur për t'u afruar dhe për të sqaruar gjithçka, por kërkon respekt dhe qetësi në komunikim. Ajo i thot se nuk ka asnjë arsye për t'u tallur ose për t'u përplasur dhe se të gjithë mund të bashkëjetojnë pa konflikte. Eliona gjithashtu thekson se çdo veprim negativ vetëm sa e përkeqëson situatën dhe se është më mirë të flasin hapur dhe të kuptojnë njëri tjetrin, sesa të lënë tensionet të grumbullohen. Në fund, ajo i përsërit Benitës se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se nuk është vajzë e keqe, duke i kërkuar të ndalojë me ofendimet e kota dhe të përpiqet të bashkëpunojnë më mirë, në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime të tjera në shtëpi. Eliona duket e vendosur dhe e sinqertë, duke treguar se është e gatshme të ruajë qetësinë dhe respektin edhe kur situata është tensionuar. Eliona u ul pranë Klodit dhe filloi të bisedonte me një ton të qetë, por vendimtar. Ajo i tha se nuk i bën përshtypje fakti që Klodi ka të dashur jashtë, se nuk është diçka që do ta ndalojë atë apo do ta pengojë të shprehë ndjenjat e saj. Eliona shprehu me vendosmëri se ka një ndjenjë të fortë për Klodin dhe se nuk do të ndalet derisa të përpiqet ta bëjë atë për vete, duke e shfaqur qartë se ai ka zënë një vend të veçantë në zemrën e saj. Gjatë bisedës, ajo i shpjegoi se ndjenja e saj nuk është e lehtë dhe se e ka menduar shumë, por ndihet e sigurt që ajo do të përpiqet të fitojë vëmendjen dhe zemrën e tij. Eliona theksoi se nuk është thjesht një lojë për të, por se e do me sinqeritet dhe se nuk do të dorëzohet përballë ndonjë pengese, përfshirë edhe lidhjet e tij jashtë. Ajo u shpreh se është e gatshme të pranojë çdo sfidë dhe të përballojë çdo situatë që mund të lindë brenda shtëpisë për të qenë afër tij. Edhe pse Klodi mund të jetë i kujdesshëm dhe të mos e kthejë menjëherë ndjenjen, Eliona i siguroi se nuk ka ndërmend të heqë dorë dhe se do të vazhdojë ta tregojë dashurinë e saj në çdo moment, duke u shfaqur e vendosur dhe e guximshme përballë çdo vështirësie që mund të lindë. Gjithashtu ajo i tha se nuk është vetëm një dëshirë e çastit, por diçka që ka ndjerë gjatë gjithë kohës dhe që e bën të ndihet e lumtur dhe e plotësuar kur është pranë tij. Ndërsa fliste, sytë e saj shfaqnin vendosmëri dhe emocion, duke lënë të kuptohet se është e gatshme të përballet me çdo sfidë dhe se do të luftojë për atë që dëshiron, pa marrë parasysh asgjë tjetër. Në fund të bisedës,
Eliona i përsëriti Klodit se e do dhe se nuk do të ndalet, duke lënë të kuptohet qartë se nuk është thjesht një lojë apo një flirtim, por ndjenja e saj është reale dhe e fortë, dhe çdo veprim që do të ndërmarrë do të jetë për ta pasur atë pranë saj, duke treguar vendosmëri dhe një pasion që nuk mund të fshehet. Benita vendos të sqarohet me Elionën pas disa debatimeve të forta që kishin ndodhur ditët e fundit. Ajo e merr Elionën mënjan dhe fillon të flasë me qetësi, duke i shpjeguar ndjenjat e saj dhe duke i treguar se gjithçka që kishte ndodhur nuk kishte qenë qëllim personal kundër saj. Benita i thot Elionës se nuk kishte dashur kurrësesi ta ofendonte ose të krijonte armiqësi, dhe se situata ishte shpërthyer pa dashje për shkak të keqkuptimeve dhe tensioneve brenda shtëpisë. Ajo thekson gjithashtu se djali i keq dhe i papërshtatshëm që ka shkaktuar probleme mes tyre nuk është ajo, por Toni, i cili sipas Benitës kishte sjellje të paqëndrueshme dhe kishte bërë gjëra të gabuara që kishin nxitur mosmarrëveshjet. Benita i thot Elionës se çdo gjë që kishte ndodhur mes tyre nuk ishte një sulm personal dhe se nuk ka arsye që të kenë ndjenja negative njëra ndaj tjetrës. Gjatë bisedës, Benita përpiqet të tregojë sinqeritetin e saj dhe dëshiron të riparojë marrëdhënien me Elionën, duke shpjeguar se ajo nuk është personi që do të krijonte armiqësi dhe se gjithçka ka qenë rezultat i situatave të jashtme dhe sjelljeve të Tonit. Ndërkohë, Eliona dëgjon me vëmendje dhe duket se fillon të kuptojë se Benita nuk ka pasur asnjë qëllim të keq, dhe tensioni mes tyre fillon të zbutet pak nga pak. Në fund të bisedës, Benita i shpreh edhe një herë respektin e saj për Elionën dhe shpreson që mosmarrëveshjet të mos ndikojnë më mes tyre. Ajo e bën të qartë se nuk është kundër Elionës dhe se çdo gjë negative që ka ndodhur kishte vetëm lidhje me sjelljet e Tonit, duke e bërë bisedën një hap drejt pajtimit dhe zgjidhjes së tensioneve mes banorëve. Benita përfshihet në një debat të ashpër me Tonin, ku tensioni mes tyre shpërthen hapur para të gjithëve. Ajo shprehet e revoltuar dhe e zhgënjur, duke thënë se Toni nuk ka qenë kurrë i sinqert me të dhe se qëllimi i tij i vetëm ka qenë ta përdorte për lojën dhe për interesat e veta brenda shtëpisë. Sipas Benitës, çdo afrim dhe çdo fjalë e Tonit ka qenë e llogaritur, pa ndjenja të vërteta dhe pa respekt. Gjatë debatit, Benita tregon se është ndjerë e nënvlerësuar dhe e tradhtuar, duke theksuar se ajo nuk është një person që lejon të manipulohet apo të shfrytëzohet. Ajo shprehet përrazi se nuk do t'ia fal kurrë këtë sjellje Tonit dhe se për të marrëdhënia mes tyre ka marrë fund përgjithmonë. Fjalët e saj janë të forta dhe të drejtpërdrejta, ndërsa ajo e akuzon Tonin se ka luajtur rol dhe se ka treguar një fytyrë krejt tjetër nga ajo që pretendonte. Situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar, pasi Benita vazhdon me ofendime, duke i kujtuar Tonit se sjellja e tij ka treguar mungesë karakteri dhe respekti. Banorët përreth ndihen të sikletosur nga përplasja e fortë, ndërsa debati mes tyre duket se ka lënë pasoja të mëdha. Benita largohet nga biseda e vendosur dhe e prerë, duke lënë të kuptohet se nuk ka më kthim pas dhe se Tonin e ka fshirë përfundimisht nga besimi dhe nga jeta e saj brenda shtëpisë. Toni përfshihet në një debat shumë të ashpër me Benitën, një përplasje që ndes menjëherë atmosferën në shtëpi dhe tërheq vëmendjen e të gjithë banorëve. Tensioni mes tyre kishte kohë që po grumbullohej, por këtë herë shpërthen hapur dhe pa asnjë filtr. Toni shfaqet i acaruar dhe i mbushur me nerva, duke e sulmuar Benitën verbalisht dhe duke e etiketuar atë si një vajzë të keqe, pa edukat dhe pa vlera morale. Fjalët e tij janë të rënda dhe godasin drejt për drejt imazhin e saj, duke e bërë situatën edhe më të nxehtë. Gjatë debatit, Toni vazhdon të ngrejë zërin dhe të shprehë mllefin e tij, duke lënë të kuptohet se sipas tij Benita nuk ka treguar respekt as për lojën dhe as për njerëzit përreth. Ai akuzon se sillet në mënyrë ignorante, se provokon vazhdimisht dhe se nuk di të mbajë një qëndrim të drejtë. Tensioni rritet nga minuta në minutë, ndërsa energjia negative përhapet në ambient dhe banorët e tjerë ndihen të detyruar të afrohen për të parë çfarë po ndodh. Benita, edhe pse e sulmuar, nuk duket se tërhiqet lehtë nga situata. Qëndrimi i saj bëhet më i ftohtë dhe më sfidues, ndërsa Toni vazhdon të flasë me tone të forta, duke e portretizuar atë si person pa moral dhe pa parime. Debati nuk mbetet vetëm një përplasje momentale, por kthehet në një konflikt të thellë që nxjerr në pa harmisinë dhe pa kënaqësitë e grumbulluara mes tyre prej kohësh. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe e tensionuar, ndërsa kjo përballje lë pasoja të dukshme në marrëdhënien mes Tonit dhe Benitës.
Banorët komentojnë me zë të ulët, disa të habitur, disa të shqetësuar, duke e kuptuar se ky debat ka shënuar një pikë pa kthim mes tyre. Përplasja e tyre shndërrohet në një nga momentet më të forta emocionale, duke treguar se situata ka dalë jashtë kontrollit dhe se konfliktet personale po dominojnë lojën. Toni përfshihet në një debat të ashpër me Elionën, një përplasje që shpërthen pas tensioneve të grumbulluara prej kohësh mes tyre. Atmosfera ndizet shpejt dhe biseda kalon nga fjalë të nënkuptuara në akuza të drejtpërdrejta. Toni shfaqet i irrituar dhe i bindur në mendimin e tij, duke e sulmuar Elionën me deklarata të rënda që tronditin edhe banorët e tjerë. Ai thotë se Eliona nuk ka as moral dhe as respekt për veten, duke pretenduar se sjelljet e saj janë të qëllimshme dhe të llogaritura vetëm për vëmendje. Sipas Tonit, ajo nuk sillet sinqerisht dhe çdo veprim i saj është pjesë e një strategjie për famë dhe ekspozim. Këto fjalë e acarojnë edhe më shumë situatën dhe e bëjnë debatin të marrë për masa më të mëdha. Eliona ndihet e fyer nga këto akuza dhe e sheh sulmin e Tonit si një përpjekje për ta ulur dhe për ta nxjerrë keq para të tjerëve. Ajo përpiqet të mbrohet, ndërsa Toni vazhdon të insistojë se ajo nuk respekton as veten dhe as njerëzit përreth saj. Tonet ngrihen, fjalët bëhen gjithnjë e më të forta dhe tensioni në ambient rritet ndjeshëm. Banorët e tjerë i ndjekin me vëmendje zhvillimet, disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por debati tashmë ka marrë hovë. Toni duket i vendosur të thotë gjithçka që mendon, ndërsa Eliona refuzon t'i pranojë akuzat dhe largohet e revoltuar nga përplasja. Ky debat lë një krisje të thellë mes tyre dhe ndikon dukshëm në klimën e shtëpisë. Pas kësaj përplasje, marrëdhënia mes Tonit dhe Elionës bëhet edhe më e ftohtë, ndërsa të gjithë e kuptojnë se konfliktet mes tyre janë larg zgjidhjes dhe pritet të sjellin edhe më shumë tension në ditët në vazhdim. Eliona përfshihet në një debat shumë të fortë me Tonin, një përplasje që shpërthen papritur dhe e ndryshon menjëherë atmosferën në shtëpi. Prej ditësh mes tyre kishte tension të fshehur, shikime të ftohta dhe nervozizëm të akumuluar, por këtë herë gjithçka del hapur. Eliona vendos të mos hesht më dhe e përball Tonin drejt për drejt, duke e akuzuar për sjellje të papranueshme dhe për mënyrën se si i sillet vazhdimisht. Sipas Elionës, Toni është një nga djemtë më të këqij në shtëpi, jo për lojën, por për karakterin dhe qëndrimin e tij. Ajo shprehet se ai nuk di të sillet si burr dhe se shpesh herë ndjek nga mbrapa pa dinitet, duke u përpjekur ta provokojë dhe ta vërë në siklet. Eliona e përshkruan sjelljen e tij si të bezdishme dhe këmbëngulse, duke theksuar se ajo nuk i ka dhënë asnjëherë shkas dhe as interes. Debati bëhet gjithnjë e më i nxehtë, ndërsa Eliona flet me nerva dhe zhgënjim të madh. Ajo thekson se Toni nuk respekton kufijt, nuk pranon refuzimin dhe vazhdon të sillet sikur gjithçka është lojë. Sipas saj, kjo sjellje tregon dobësi karakteri dhe mungesë respekti ndaj një vajze. Banorët e tjerë fillojnë të afrohen, pasi tensioni rritet dhe situata rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Toni, nga ana tjetër, duket i acaruar nga akuzat dhe përpiqet të mbrohet, por Eliona nuk ndalet. Ajo vazhdon të flasë me tone të forta, duke e akuzuar se i shkon mbrapa pa arsye, se mundohet ta ulë dhe ta provokojë për të marrë vëmendje. Për Elionën, kjo është pika e fundit dhe ajo e bën të qartë se nuk do ta tolerojë më këtë sjellje. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe e tensionuar. Ky debat nuk është më thjesht një konflikt momental, por një shpërthim emocionesh që tregon sa e prishur është marrëdhënia mes tyre. Banorët ndahen në mendime, disa duke e mbështetur Elionën për guximin që foli hapur, të tjerë duke parë Tonin të izoluar dhe të acaruar. Në fund, përplasja mes Elionës dhe Tonit lë pas një ndarje të qartë mes tyre. Respekti duket i humbur dhe tensioni mbete. Benita përfshihet në një debat shumë të ashpër me Elionën, një përplasje që shpërthen pas një tensioni të gjatë që ishte ndjerë prej ditësh në shtëpi. Gjithçka nis nga disa fjalë të nënkuptuara, shikime të ftohta dhe nervozizëm i akumuluar, por situata përshkallëzohet shpejt dhe kthehet në një debat të drejtë për drejtë, ku asnjëra nuk tërhiqet. Benita e merr fjalën me tone të forta dhe pa asnjë filtër. Ajo e akuzon Elionën hapur, duke thënë se ajo është një vajzë pa moral dhe se nuk ka mësuar asgjë nga jeta. Sipas Benitës, Eliona sillet pa pjekur, futet në situata pa i menduar pasojat dhe kërkon gjithmonë vëmendje në mënyra të gabuara. Ajo thekson se jeta nuk është lojë dhe se sjellja e Elionës tregon mungesë përgjegjësie dhe karakteri. Debati bëhet gjithnjë më i nxehtë, ndërsa Benita vazhdon ta kritikojë ashpër Elionën, duke thënë se ajo nuk di të mbajë qëndrim dhe se shpesh sillet sikur nuk ka asnjë parim.
Ajo e akuzon se nuk ka mësuar nga gabimet e saj dhe se përsëri të njëjtat sjellje, pa reflektuar dhe pa u rritur si person. Zëri i Benitës ngrihet dhe nervat e saj duken qartë, ndërsa fjalët dalin njëra pas tjetrës. Eliona, nga ana tjetër, ndihet e sulmuar dhe e nënvlerësuar. Ajo përpiqet të reagojë, por Benita nuk e lë të flasë lehtë, duke e ndërprerë vazhdimisht dhe duke i qëndruar fort akuzave të saj. Situata tensionohet edhe më shumë, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të afrohen për të parë çfarë po ndodh. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë dhe e ngarkuar emocionalisht. Benita vazhdon duke thënë se Eliona duhet të reflektojë për sjelljen e saj dhe të kuptojë se mënyra se si sillet e bën të duket keq përpara të gjithëve. Ajo thekson se respekti fitohet me vepra dhe jo me fjalë, dhe se Eliona, sipas saj, nuk ka treguar asnjëherë pjekuri të vërtetë. Debati tashmë nuk është vetëm personal, por prek edhe mënyrën se si secila shihet në sytë e publikut dhe të banorëve të tjerë. Përplasja mes Benitës dhe Elionës shndërrohet në një nga momentet më të forta në shtëpi. Toni dhe Eliona gjenden vetëm për pak çaste në lavanderi, një moment që duket i qetë në fillim, por që shpejt merr një kthes të papritur. Toni afrohet më shumë se ç'duhet dhe tenton ta puth Elionën, duke e marrë situatën si të mirëqenë dhe duke menduar se ka kontroll mbi momentin. Veprimi i tij vjen pa paralajmërim dhe krijon menjëherë tension. Eliona reagon menjëherë, e vendosur dhe e prerë. Ajo nuk e lejon as pak afrimin e Tonit, tërhiqet dhe i bën të qartë se nuk është dakord me këtë sjellje. Pa dashur të vazhdojë situatën, ajo largohet nga lavanderia, duke treguar qartë se nuk pranon kufi të shkelur apo veprime të padëshiruara. Toni mbetet pas i habitur dhe i zhgënjur, sepse kishte menduar gabimisht se Eliona ishte në dorën e tij dhe se mund të sillej ashtu si t'i vinte. Sjellja e tij shihet si e papërshtatshme dhe arrogante, ndërsa largimi i Elionës tregon qartë se ajo nuk toleron asnjë lloj presioni apo afrimi të pavullnetshëm. Ky moment përhapet shpejt në shtëpi dhe bëhet temë diskutimi mes banorëve. Disa e shohin veprimin e Tonit si një gabim të madh që e nxjerr edhe më keq imazhin e tij, ndërsa të tjerë vlerësojnë qëndrimin e Elionës, e cila vendosi kufit pa hezitim. Situata lë pas një atmosferë të rënduar dhe shton edhe më shumë tensionet ekzistuese mes tyre. Pas këtij episodi, raporti mes Tonit dhe Elionës ftohet edhe më shumë. Besimi dhe respekti mes tyre duken të prishura, ndërsa ky veprim i Tonit mbetet një nga momentet më të diskutuara, duke treguar qartë se jo çdo afrim i jepet dritë jeshile dhe se kufit duhen respektuar në çdo situatë.